Me 27 mars të vitit 1854, gjatë luftës në Krime, Britania i shpall luftë Rusisë. Për më shumë se 200 vjet, Rusia ishte zgjeruar në drejtim të jugut drejt porteve të ngrohta të Detit të Zi. Kjo bëri që Rusia të hynte në konflikt me kozakët e Ukrainës dhe tatarët e Krimes. Kur Rusia pushtoi këto grupe dhe mori kontrollin e Ukrainës, Perandoria Osmane humbi zonën e saj mbrojtëse ndaj zgjerimit rus. Rusia dhe Perandoria Osmane ranë në konflikt të drejtë për drejtë. Një aleancë ushtarake, Francë, Britani, Perandoria Osmane, Sardenjë e theu Rusin në betejën e Krimes. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barmave, FDA, miraton Viagran për të përdorur si trajtim për impotencën mashkullore. Për këtë arritje, bashkëzhvilluesi i kësaj pilule, Dr. Ferid Murat, u nderua me çmimin Nobel në mjeksi. Ja çfarë shkruan ai në autobiografinë. Babai im, Xhabir Murat Ejupi, ka lindur në Shqipëri në vitin 1892 dhe ishte më i madhi i 4 fëmijëve. Nëna e tij ka ndëruar jetë kur ai ishte 13 vjeç. Ai u takua me një grup të rinj të tjerë në Austri e më pas emigroi në Shtetet e Bashkuara. Zyrtari i emigracionit në Ellis Island, në gusht të vitit 1913, i kërkoi emrin, pastaj tha se ai do të quhet John Murad, edhe e vullosi letrën e tij. Unë kam lindur më 14 shtator të vitit 1936 në Indiana, në klasën e 8 mësuesi na dha për detyrë të shkruanim një ese se çfarë karriere do të zgjidhnim. E zgjedhjet e mia ishin mjek, mësues dhe farmacist. Ferid Murad i ushtroi të treja këto profesione. Në shkollën mjekësore, çdo vit isha i pari i klasës. Stazhin e bëra në Spitalin e Përgjithshëm në Massachusetts. Kjo ishte një përvojë mrekullueshme ku punova dhe u njoha me shkencëtar, mjek, profesor nga më të shquarit në botë. Në prill të vitit 1997 mora drejtimin e një departamenti të kombinuar biologji, farmakologji dhe fiziologji në Texas. E në vitin 1998 u nderova me çmimin Nobel për mjeksi, për zhvillimin e Viagrës. Kështu shkruan në autobiografinë e Ferid Murat, i cili nga babai është me prejardhje shqiptare. Viti 1999 është viti i cili është ndër më mizorët për shqiptarët e Kosovës, të cilët përjetuan luftën e tmerrshme dhe masakrat e serbëve e paramilitarëve ndaj shqiptarëve atje. Më 27 mars të vitit 99, kriminalët serbë u futën në ambientet e kompleksit memorial të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e me këtë rast e dogjën shtëpinë muzej të lidhjes, dhe që kishte rreth 11.000 eksponate historike. Në fakt, lufta e Kosovës kishte dëme të shumta në njerëz, të vrarë të masakruar, por kishte edhe dëme të shumta ekonomike e historike. Pasi paramilitarët serb shkatruan edhe një pjesë të mirë të historisë e trashëgimisë kulturore të shtetit të Kosovës. Në datën 27 mars, plot 151 vite më parë, ka lindur në Zagori Andon Zako Çajupi, i njohur për të gjithë. Çajupi ishte avokat me pak sukses, por më shumë i njohur si poet, dramaturg i shquar, veprimtar, patriot i madh dhe demokrat. Jetoi dhe ndëroi jetë në moshën 64 vjeçare në Egjipt.
Qajupi ishte i pasur dhe kjo në fakt e ndihmoi t'i përkushtohej poezisë, të shkruante edhe për varfërinë si diçka që bën njeriu të pavarur e të shijoj lirinë. Liria dhe varfëria, ja disa vargje nga Qajupi. Jam i varfër, po i lirë, ndaj më pëlqen varfëria. Kush do të rojë më mirë, surdoron dot vetën e tia. Mbreti, si kur të më thot, hajde në palat me mua të gëzosh edhe ti në bot, do t'i them, Zot nuk dua, për të ngrën e për të pirë, nuk mund të shes lirin. I varfëri rron më mirë, se ai që do madhërin. S'më duhet, gjëndi mua, dua lirin dhe nder, dua të bëj si të dua, jo si të duan të tjerët. Kush mund e bën si do vet, bën si thot Perëndia, nuk ka në këtë jetë gjë më të vyer se liria. Njëzet 27 marsi është data e lindjes së këngëtares së njohur në skenat botërore, por jo vetëm këngëtare, është edhe aktore e njohur. Mariah Carey ka patur një sukses të jashtëzakonshëm në botë për zërin e veçantë, këngët e bukura e të vështira si dhe melankolinë që përcjell përmes imazhit të saj. Është renditur mbi 17 herë në vendin e parë në top listën e Billboardit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e për këtë arsye cilësohet si këngëtarja më e suksesshme e të gjitha kohërave. Me shitjen e më shumë se 230 milion albumeve, është po ashtu këngëtarja më komerciale e kohës së sotme. Vazhdon të jetë e suksesshme dhe sigurisht aktive në jetën muzikore, edhe pse her pas here ka qenë pjesë e lajmeve jo të këndshme sa i përket jetës së saj private dhe artistike. Çdo vit, me 27 mars, qendrat e Institutit Ndërkombëtar të Teatrit dhe Komunitetit Ndërkombëtar Teatror në të 5 kontinentet organizojnë festime për Ditën Botërore të Teatrit. Për të festuar këtë ditë organizohen ngjarje nga më të ndryshme teatrore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Një nga më të rëndësishmet është qarkullimi i mesazhit të Ditës Botërore të Teatrit, përmes të cilit, me ftesë të Institutit Ndërkombëtar të Teatrit, një figurë e shquar në mbar botën, reflekton mbi temën e teatrit si pjesë të kulturës së harmonisë dhe paqes botërore. Mesazhi përkthehet në më shumë se 20 gjuhë të botës, lexohet për 10 mijëra spektatorë para shfaqjeve teatrore dhe shtypet në qindra gazeta të përditshme edhe në mediat audiovizive. Mesazhi i parë i Ditës Botërore të Teatrit është shkruar nga Jean Cocteau në Francë në vitin 1962. I dyti nga Arthur Miller në vitin 1963 e të tjerë. Dita Botërore e Teatrit është vendosur në vitin 1961 nga Instituti Internacional i Teatrit.